Kam 3 vite e fejuar dhe vjera me kunatën s'më kanë dashur kur. Unë jam katolike dhe vjera më thotë mbaj Ramazan për më thotë se ti mban Ramazan për të dobësuar, siç mban dhe kunata. Çdo ditë i flasim burrit tim se si ai të heqi dorë nga unë. Mirë pa i ka vazhduar të më thotë duhet të dëgjosh nënën time, motrën time dhe vllajën tim. Çfarë të mund? Ty, Zotit u zoftë, inshallah, pranon Islamin, për veten tate, s'ka lidhje me këtë, kurse mu nuk më duket as pak interesante dhe e logjikshme që çuni ti thot nusës gjë, duhet të dëgjosh nonën, duhet të dëgjosh motrën dhe vllajën tim. Për mendimin tim, kjo nuk është as pak normale me Islam. S'ka lidhje kjo me fenë e Zotit. Pra ky njeri ka dobësi në karakter. Ose ka njerëz që gjoja traditën familjare, i japin përparësi se kështu do tradita nonës, vllajt, mot, po prit Allah se kjo goca është martuar me ty. Pastaj ti nuk mund ta akuzosh tjetrën që e menaxherimit për të dobësuar ti. Kjo njohësia e të fshehtave, zbuluesja e zemrave. Hajr inshallah, Zoti ta lehtësoft, nuk di çfarë më thon. Po pranoj Islamin për veten tate, mos e vrit mendjen për tjerat.